marrim çdo përgjegjësi që na takon. Nuk shkohet tek antarë dhe simpatizantë tanë as për t'i fajsuar, as për të mos i ndigjuar, apo për t'i shpërfillur. Jo. Përgjegjësia nxirret siç është. Cili do që ka përgjegjësi, po. Kjo është e këtij, kjo është e imja, kjo është e jotja, me radhë. Por tek antarët, simpatizantët, shkohen të ngjallë shpresa. Dhe shpresa ngjallet vetëm me dritën e të vërtetave. Në këtë mënyrë është jetike që ne të angazhohemi me ta. Unë fola për të gjitha, po një nga më kryesor është censura e tmerrshme. Ne nuk e kemi të qartë se sa shkatrimtare është ajo. Hannah Arendt thot, efekti më shkatrimtar i censurës është se i bën njerëzit të mos dinë kujt i besojnë, çfarë të besojnë. E keni vure, del njëri thot to, del tjetri thot to, këtë besojnë, thot ai. Nuk ka fact checking. Nuk bën një fact checking. Asnjë nga mediat, sepse kontrollohen 90% nga qeveria. Pse u nala atë ky moment shkatrimtar është ky për ne. Prandaj edhe dialogu me antarët tanë, dialogu me mbështetësit tanë, i hapur, i sinqert, është kusht për të paraqitur të vërtetat siç janë. Mendoj se ky dialog, dhe do shpjegoj pse u vonuam. Ata presin, kanë pritur. Ata janë zemruar me ne që u vonuam. Ne do t'i shpjegojmë aty. Jo t'u themi, pra, zemrimi i tyre është legjitim. Vonesa jonë është problem. Nuk është zemrimi i tyre problemi, problemi është tek ne që u vonuam. Po ne kishim këtë